është edhe duke u verifiku që ka pas takim me zotit Kuti edhe zotit Bedri Hamzat Partisë Demokratike, janë takuar 2 herë. Sot një pjesë për dëkët se ka pranuar, mirë po është njeri prej deputetëve që po akuzohet që kinë se ju janë shtuar votat është nga Prizreni, që ka dhënë lajmin për mediumin Kërkon që ka pas takim mes tyre dyve dhe po diskutohet kush do të jetë president, po diskutohet një koalicion i mundshëm, edhe po diskutohet krejt kjo që me bo me KQZ-n. Pra, sikur Bleta Deliu e tha në asnjë formë tha koalicion në Dugaxhin. Ajo mund të thot, e kanë thonë edhe të LDK-s, një pjesë e votojnë, një pjesë e votojnë, një pjesë rrinë, një pjesë rrinë. Këtyne nuk ju dihet, sidomos partive opozitare që kanë qenë pushtet, ta thonë është ditë e del natë, është natë, thonë është natë del ditë, pra nuk kanë qëndrime mirë, po këta lider, ata elefantet për momentin që janë politike, zoti Kurti e zoti Hamza, janë takuar dhe janë duke diskutuar. Raportet kanë shkuar mirë, kështu që mund presë me në vazhdimësi që ka me pasë edhe publikisht takime, mirë po këta janë duke diskutuar, dikush do tjetë prej emra që janë diskutuar, i kanë diskutuar dhe ato, do të ketë edhe reforma në KQZ, por do të ketë edhe, ndoshta jo një koalicion i hapur për momentin, por do të jetë një koalicion që do të diskutohet, si që diskutuam edhe në misionin e kaluar, pra po shkon ajo që opozitën me dëmtu, edhe krejt kjo po bëhet në atë lojën që edhe ta dëmtojnë zonin Osmani, ajo nëse shkon, edhe nuk është më presidente, mund ta